Hoxha, Po, po ne që nuk dim të lexojmë Kur'anin arabisht, a bën ta lexojmë shqip? atëherë sa për dieni ky është një Kur'an 300 vjeçar që ma kanë bërë dhuratë, dhe unë du të falenderoj nga zemra ata që ma kanë bërë dhuratë të Kur'anin. Është shumë interesant, është i shkruar me dorë. Është i shkruar me dorë. Është i shkruar me dorë, komplet i shkruar me dorë gjithë Kur'ani. Shif edhe i ngjitur, do të thonë i bër, si më thënë, në kushte familjare, në kushte shtëpie. Po një shkrim, unë për shembull nuk e shkruaj dot kështu, nuk e kam shkrimin e gjuhës arabe kështu. Shif suratul Jathia për shembull, mbaroj, fillon surja tjetër. Suratul Jumua, surja Jumua. Do thonë subhanallahu interesant. Atëherë le të vim tek pyetja. Nëse njeriu nuk din ta lexojë Kur'anin në arabisht, mund ta lexojë në gjuhën shqipe, nuk ka asnjë lloj problemi. Nuk është patjetër të lexohet në gjuhën arabe. Bile ne themi që ore Kur'ani duhet lexuar shqip se ne duhet dimë çfarë thot Zoti dhe ne nuk mund ta kuptojmë se çfarë thot Zoti vetëm se në gjuhën shqipe. Por kjo nuk pengon faktin që njeriu ta dëgjojë Kur'anin siç është zbritur, sepse e ka atë mrekullinë e melodisë Kur'ani, edhe pse nuk e kupton se çfarë po thuhet aty, ai depërton zemër, depërton shpirt dhe çdo njeri, unë shoh tani për shembull tera vite në xhamia, njerëzit ndihen shumë happy, ndihen shumë mirë me dëgjimin e Kur'anit, me dëgjimin e Kur'anit. Pra, edhe pse nuk di ta lexosh në origjinal, ti mund ta lexosh në gjuhën shqipe, por kjo nuk pengon që ti ta dëgjosh. Pra, le të themi çdo ditë të dëgjosh një xhuz nga Kur'ani dhe në fund të Ramazanit ta mbyllësh Kur'anin me dëgjim. Pra ka hatme leximi që ne e lexojmë dhe ka hatme, pra mbyllje dëgjimi. Kështu që mund ta dëgjosh në origjinal edhe ta lexosh në gjuhën tonë të dashur shqipe.